Helmimi nga ushqimi në kopshtin publik në Gramsha, ku sot merr mostrat për analizimin e 3 produkteve. Inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë marrë sot monstrat për të analizuar 3 produkte ushqimore që dyshohet se mund të kenë shkaktuar intoksikim tek 70 fëmijë në kopshtin publik të qytetit të Gramshit. Pas helmimit të rreth 70 fëmijëve në kopshtin publik të Gramshit, aku shkua në kopshtin në Gramsh, ku morën mostrat mishit pulës, qumshtit dhe të vezëve për t'i analizuar në Tiranë. Dyshimet e para të mjekëve dhe prindërve janë se kjo ka ndodhur nga salmonela, një bakter ky mjaft i rrezikshëm që zakonisht përhapet përmes ushqimit të kontaminuar ose higjienës së dobët. Burime brenda spitalit thonë se simptomat janë të ngjashme me helmimin nga salmonela. Sipas dokumentave, kopshti ka një kontratë me një operator privat për përgatitjen dhe shpërndarjen e ushqimit. Ky subjekt dyshohet se ka realizuar më parë shkelje të rregullave higjieno-sanitare gjatë një inspektimi të AKU-s në vitin 2023, por ka vijuar të operojë normalisht. Në kuzhinën e kopshtit nuk ishte frigorifer funksional për ruajtjen e produkteve të ndjeshme, si mishi dhe qumshti, një fakt i konstatuar edhe nga specialistë AKU-s që kanë ndërhyrë pas incidentit. Drejtuesit e institucionit arsimor kanë pranuar të japin komente për mediat, ndërsa një njoftim i shkurtër u publikua nga Bashkia e Gramshit, ku thuhej se po bëhen verifikimet përkatëse dhe pritet përgjigjja e analizave laboratorike.